Mirëmbrëma shikues të nderuar të emisionit Glamur. Mirë se erdhët në edhe këtë dielën e emisionit Glamur. E sonte në Glamur do të flasim për gazetarinë. Do flasim për gazetarinë e shkruar, për portalin i cili për herën e dytë radhazi ka fituar një mirënjohje nga shoqata e gazetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Portal.mk është një dritare informative me informacione të sakta atëherë kur gazetaria është duke kaluar në sfida shumë të rëndësishme. Me mua në studio kam kryeredaktoren e këtij mediumi, pra mediumi online, Elida Zylbeari, me cilën do flasim për sfidat, do flasim për rrugtimin e saj, por edhe të portalit, dhe do flasim për gjithçka që neve ndoshta do na interesojë dhe do ta zgjojmë kurreshtjen tuaj. Unë juftoj që të ndjekim edhe bisedën tonë. Portal.mk është një platformë informative që ndër vite ka ndërtuar identitet mbi raportimin e balancuar, verifikimin e fakteve dhe trajtimin e temave me interes publik. Në një hapësirë mediatike ku shpesh dominon shpejtësia dhe senzacioni, Portal ka zgjedhur të investojë në gazetarinë hulumtuese dhe në respektimin e standardeve etike profesionale. Për të dytin vit radhazi, Portal është përblyer nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë për raportimin më të mirë mbi tema lokale dhe rajonale, një vlerësim që këtë vit erdhi për hulumtimin në 2 pjesë mbi rastin e ish monopolit në Tetov, një temë me ndikim të drejtpërdrejtë në interesin publik e punuar nga gazetari Ardit Ramadani. Në krye të redaksisë qëndron Elida Zylbeari, gazetare me përvojë shumëvjeçare në media, e angazhuar si në gazetarinë tradicionale, ashtu edhe në mediat online. Si kryeredaktore, ajo drejton procesin editorial me fokus në saktësi, kontroll të informacionit dhe respektimin të kodit etik, duke vendosur verifikimin si hap të domosdoshëm para çdo publikimi. Përveç punës në redaksi, Elida Zylbeari është aktive edhe në projekte për edukimin mediatik përmes Fondacionit Metamorfozis, me fokus në luftën kundër dezinformimit, narrativave të dëmshme dhe forcimin e mendimit kritik, veçanërisht tek të rinjt. Në një kohë kur besimi në media është sfiduar seriozisht, puna e saj dhe e ekipit që e drejton përfaqëson një përpjekje për ta mbajtur gazetarinë të lidhur me përgjegjësinë publike dhe informimin e saktë. E pra të nderuar, ashtu si që kuptuat edhe nga paralajmërimi im, ne në emision kemi kryeredaktoren e portalit shumë të ndashur për mua personalisht, Elida Zylbearin. Elida, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Glamur. Faleminderit shumë për thirrjen, ju uroj punë të mbarë. Është shumë kënaqësi e veçantë sepse portali është një mjet të cilin unë e lexoj shumë shpesh. Është i lexuar nga unë jam lexuese shumë e rregullt e portalit. Mirë po sonte do flasim edhe për një mirënjohje e cila u realizua për 80 vjetorin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, për një temë të cilën e kemi punuar, në fakt ajo ka shkuar duke rishikuar ju nga gazetari Ardit Ramadani. Më thoni pak më tepër se si kaloi kjo pjesë e mbledhjes së fakteve, si e përjetuat këtë mirënjohje, edhe ju personalisht si kryeredaktore e portalit? Do me thënë, çmimi që e mori për storjen më të mirë rajonale dhe lokale, ishte vërtet një kënaqësi dhe një mirënjohje për ne, për punën tonë, dhe nga sfera e vetë gazetarëve që e vlerësojmë shumë se vjen nga njerëz të cilët e punojnë gazetarinë, sepse sot në kohët ku punojmë ne e kam vështirë, si me kushte ashtu edhe me çfarë ndodh përreth. Prandaj vërtet ishte një kënaqësi kur na thirrën dhe na treguan që e keni merituar çmimin. Kolegu Ardit nuk është këtu, po ai e din se si ka shkuar e gjithë procesi, nuk është e lehtë, fillon nga një pyetje, fillon nga interesi publik se çfarë vërtet ndodh në ish monopolin, sepse filluan të dalin shumë informata, gjysmë të vërteta, dezinformata, më thënë kishte një larmi të dhënash, të cilat ende nuk ishin shndruar në lajm të mirëfillt, dhe duke u nisur nga interesi publik, se është vend publik dhe është një hapësirë e madhe,
vendosëm që ta trajtojmë vërtet si thonë, ta marrim se të shohim se edhe titulli i pjesës së parë ishte çfarë në të vërtet po ndodh në ish monopolin e Tetovës. Procesi ishte normal, kërkon njëherë burimet, kërkon ato të dhëna që janë të hapura, se çfarë është thënë deri më tani dhe çfarë është bërë deri më tani. Pastaj fillon ajo pjesa e kërkimit të pyetjeve me një sër dokumentesh, me një sër burimesh, kërkim llogari nga këshilltarët e komunës. Pra gjithë ka zgjatur, më them, mbi një muaj, tash nuk e di me kohë, po nuk është sot për nesër, për një temë e cila lexohet për të themi 10 minuta, 15 minuta, ne jemi marrë 2 muaj. Dhe pas konsultimit me gjitha burimet, i mbledh informata dhe aty fillon ai redaktimi që kjo duhet, kjo mungon këtu një dokument, një link, një ligj i cili e plotëson atë fotografinë e stories. Thelbi është që të zbulojmë, të tregojmë se si keq përdoret toka publike, kush i ka faje dhe kush kërkon, i kujt është llogaridhënia dhe kujt duhet i kërkojmë llogari si banor të qytetit prej ku vi edhe une. Prandaj ishte tepër e rëndësishme të zbulot momenti i keq përdorimit, i kontrollit të kujt, kush e ka pasur tokën, kush e ka shndruar, e ka tjetërsuar tokën dhe kush ka pas fuqi vote për ta ndaluar këtë. Prandaj edhe besoj edhe kolegët gazetar e vlerësuan punën tonë të cilën e kemi bërë dhe na shpërblye me aqmi. E the edhe ti për ish monopolin e ka punuar këtë temë Ardit Ramadani, gazetari juaj, mirë po sa është ajo ndihma, veç më e tregove se si punohet një temë e rëndësishme dhe shumë e rëndë për të punuar. Sa ka qenë edhe ndihma juaj personalisht në këtë temë? Po, ideja, gjithë një lind, ideja është e përbashkët, ose unë, ose gazetari, e shef se çfarë ndodh, duke u nisur nga interesi publik. Me thënë, normal që ndjek çfarë ndodh, kush si reagon dhe çfarë ka me interes publik, se përsëritem. Dhe më pas, ulemi dhe bisedojmë se njëherë aja vlen të bëjmë dhe si do të bëjmë. Nga pika e parë, nga ideja se me kë fole, si fole, kontakti, cilë dokumenta i more. Me thënë, në çdo hap, pa tjetër të ketë redaktor dhe kryeredaktor në një storje, për pos kontrollit të fakteve, për pos asaj që duhet dikush ta shef, dhe them është një proces i pa tjetërsueshëm që të ndonjëherë edhe gazetari mund të gabojë pa qëllim, prandaj duhet një sy i dytë, mos them edhe i tretë, që të jemi të sigurt nga jashtë kur e shet dikush, se gazetarët zakonisht kur shkruajnë për një temë hynë mendojnë aq shumë informohen për temën sa që mendojnë se gjithë nënkuptohen gjërat, dihen gjërat, sepse janë më mirë informuar për vetë edhe pastaj. Edhe më okej nëse e di që ti e din, po për opinionin, për publikun duhet të sqarohet më mirë. Pra ka pasur patjetër disa konsultime dhe çfarë. Pastaj ishte edhe pjesa e dytë që ishte shumë e rëndësishme, ulumtimit, është pjesa e këshillit, pjesa asaj të kush e ka pasur në dorë, bile dhe titulli është aty, që kush e ka pasur në dorë vendimarrjen, sepse arsyetoheshin, është kryesia e tanishme, është kryesia e kaluar e kështu me radhë, dhe duhej të dilte në pa se çfarë vërtet ka ndodhur. Pra, redaktori është aty, një print i cili du të heqë në çdo hap, edhe pse gazetari normali kontakton, unë nuk kam në këtë storje, po edhe në storje tjera nuk ndonjëherë ndodh që duhet t'i thras edhe unë, po zakonisht ajo bën gjithë punën e terrenit e bën. Pastaj kur vjen puna të mbledhim të shkruhet, redaktimi, po, gjithçka. Një tutor i mirë gjithmonë të ndihmon për të arritur një sukses, sepse çdo sukses edhe i gazetarëve dhe i gjithë stafit është bashkëpunimi. Edhe ajo është shumë e bukur kur një staf dhe një portal prandaj ka edhe këtë sukses. Mbi 10 vite jeni pjesë e medias besueshme, të cilën unë personalisht e lexoj shumë shpesh këtë portal.
Elida, edhe me një tem tjetër ju fituat në çmim, një ditë më herët. Fisnik Gjelili ishte gazetari, i cili punoi për temën për shkollat fillore, dhunën dhe shkollave fillore. Edhe kjo një temë me interes publik. E thatë edhe ju, po e thamë, është shumë e bukur që po i prekni dhe po i pikoni të gjitha këto temat e cilat kanë interes shumë të madh publik. Do mund të më thuash edhe për këtë çmim pak më tepër. Po, edhe do me thonë është hera e dytë që marrim, para saj kishim mirë njohje për në të njëjtën kategori, do me thonë jemi duke, gati 3 vite jemi duke qenë të parët në këtë sferë. Nisemi nga interesi publik, nisemi nga ajo që vërtet është e dhimbshme edhe për shoqërinë tonë dhe vërtet ku ka probleme. Nuk tentojmë të bëjmë senzacionalizëm, nuk tentojmë të bëjmë show nga ajo çfarë ndodh, por tentojmë t'i bijem të paktën deri diku t'i japim një kënd edukativ dhe një kënd i cili deri diku do të qojtë të mendohet në atë temë dhe të gjendet zgjidhje. Prandaj edhe zhanri gazetaria konstruktive është ne shumë i njohur mendoj në portal, sepse ideja është që të tentojmë të gjejmë një farë zgjidhje për njerëzit të cilët janë involvuar në problem. Do njerë janë njerëz më të themi është një histori më lokale, rrugët, pastërtia ambientit, do njerë është një fenomen më i gjerë, si që është dhuna në për shkolla, dhe këtu e pa me rëndësi të trajtohet jo vetëm si një lajm i shkurtër, apo si një lajm, a tha, ju tha kjo. Ka kaluar lajmi. Se kalon, se lajmi të shkurta kalon shumë shkurtër. Si një kronik e cila shpjegohet se ka ndodhur diçka dhe aq harohemi, vazhdojmë me tema tjera. Desha që ta bëjmë një historie gjithë përfshirëse, ku i kemi gjitha aktorët që mund të japin kontributin e tyre të ngrihen vetdijen për këtë temë, sepse është diçka që jemi dëshmitar që ndodh edhe sot e kësaj dite. Dhe mu për këtë kolegët tanë e vlerësuan mundin tonë dhe punën tonë, posaçërisht se janë kapur gjitha këndet dhe është bërë storia në atë mënyrë që të ngrihet vetdia dhe jo të gjykojmë dikë, jo të japim ne atë vlerësimin tonë se si mendojmë, po nga gjitha aspektet se çfarë mund bëhet dhe çfarë duhet bërë që të ndërmiren masa. Po, ndoshta kjo është ajo arsye, ajo gjëja që ju dallon edhe nga shumë portale tjera, mbi 10 vite, sepse si portale dhe njeriu ndërtohet ndër vite dhe portali është ndërtuar ndër vite, është kjo ajo që juve ju dallon nga shumë portale tjera të cilët ka shumë tashmë. Po e ka fituar atë besueshmërinë të gjithë atyre të cilët e vizitojnë portalin tuaj? Po, do i bëjmë 14 tash në prill. E di që 10 vite kanë kaluar, për viti 2012, të është pak... është një kohë... Nuk është shumë e gjatë, por edhe nuk është e shkurtër. Kur ta mendosh se redaksit duhet të qëndrojnë, liria e mediave duhet të jetë afatgjate. Ajo që na dallon, po, një farë mënyre, vetë respektimi i parimeve gazetareske, të bësh gazetarinë ashtu si që duhet, na dallon, sepse jetojmë, ka shumë portale, jetojmë në një kaos mediatik, dhe ideja është që jo ne të dallohemi, po ne veç më dallohemi me punën tonë. Nuk është se ne duham të reklamojmë punën tonë se të jemi ne lajme, ose vetë gazetari, ose vetë portalve, ose unë si redaktore, të jemi në qendër të vëmendjes. Në qendër të vëmendjes, kur janë gjithë një njerëzit, dhe kur është problemi, atëherë lexuesit e njohin kualitetin, e njohin atë përkushtueshmërinë me vite, dhe respektimin e normave gazetareske, etikës gazetareske, si dhe ligjeve, sepse ligji dallon, do të thënë, kemi parë shumë raste kur diçka nuk është e dënueshme me ligj, por nuk është etike, dhe gazetarët e bëjnë, sepse thjesht nuk ka asnjë lloj pasoje ligjore. Po unë them që për ata që i kemi pas në ekip dhe kolegët që i kam, them nëse është ligjore nuk do të thotë që është etike, dhe kjo është një nga thelbet
e asaj se si na njohin kolegët tanë dhe lexuesit dhe këtë vërteton se jemi portali më i besueshëm në Maqedoni me vite, këtë vërteton edhe anketa e Irit që sa herë që bëhen matje, sepse nuk i bën çdo vite, ne dalim me besueshmëri më të lartë. Është ajo forma të cilën e shkruajmë. Unë gjithnjë u them kolegëve që ne nuk ikim nga forma e gjatë, sepse ka gjithë thonë nuk lexohen format e gjata, vërtet ka shumë tekst, po mendimi, ideja krijohet, baza e mendimit krijohet dhe shtjellohet me shkrim. Nuk mund të mendosh, mundesh të mendosh, po nuk mund të mendosh më mirë, kur nuk mund të shtjellosh një temë nëse nuk e ke të shkruar mirë, rrjedhshëm, pastër dhe me kronologji tamam që ta kuptosh problemin dhe ta pasqyrosh atë. Dhe asnjëherë them nuk Berysa jam unë, nuk kisha dash të ikim formës analizave in depth apo që janë në thelb, që janë tamam analiza me gjitha anët si që duhet. Pastaj normal që bën format më të shkurtra, bën video, bën infografiqe, bën fotografi nga ajo storie, po forma e gjatë, ajo e gjitha qasjet është ajo që na dallohemi, përposi që tash respektimit të parimeve gazetareske. Çdo herë ne jemi si media opozit, jo se opozit me opozitën, sepse po opozitar si kritikues, po si që tash kritika duhet të jetë për herë në frymë me një jetë pozitiv, që të rregullohen gjërat të cilat ne i shohim se nuk funksionojnë. Edhe kjo do të thotë që është një përgjegjësi shumë e madhe redaktoriale, të cilën e dhuroni ju me gjithë këtë mundin që e keni ndërtuar ndër vite dhe e keni bën ndër vite, si me stafin punës, po si edhe vetë, sepse si gazetari, si redaktori, duke punuar edhe ndërtohet edhe vetë. Ka shumë gjëra të cilat ndoshta i mëson gjatë rrugtimit profesional. Patjetër. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje është që Portal B ka edhe politikë të qartë të reklamave, nuk jeni komercial. E theksove edhe vetë që ne nuk shkojmë në komercialitet, po shkojmë në gjithë shka, në fakt, që shkruhet, nuk shkojmë në komercialitet, po shkojmë edhe në kualitet dhe në atë që njerëz, popullsisi duhet edhe mendimi kritik, apo zëri të cilën ata nuk kanë mundësi për ta thënë, zëri i tyre. E shoh që ju keni dhënë shumë hapësirë dhe ju jepni shumë hapësirë edhe njerëzve, të cilët mund të shkruajnë lirshëm, mund të ankohen lirshëm, dhe ju sigurisht i verifikoni dhe i shihni ato të dhënat të cilët ne i japim si lexues, por edhe si ata të cilët kanë një problematikë. Si e keni menduar këtë pjesë? Kur jemi të pjesa e reklamimit, do me thënë duhet një media e cila është e përgjithshme, duhet të ketë qartë rregullat të shprehura, rregullat e reklamimit. Kjo është ajo që të dallon nga ato media profesionale apo jo. Nuk mund të një media të hyjë në pjesën e reklamimit pa me pasur disa vija të kuqe apo disa parime të cilat nuk duhet shkelur, sepse kur përzihet ka konflikt interesash. Në një nisesh nga jo se nëse nesër ndodh diçka në një biznes që ti e reklamon, atëherë si do të ka konflikt interesash se si do të raportosh për të. Pastaj pjesa e ndalesës reklamimit të gjërave të dëmshme, duhani, alkooli, pjetë energjetike, do me thënë gjithçka që është e dëmshme, që jo se ne e kemi shpallur të dëmshme, po që organizata e shëndetit, botërore shëndetësore dhe mjek ekspertë të ndryshëm,
ose vese të këqia, kazino, bastore. Më thënë, gjithë këto janë të shkruara në rregullat e marketingut tonë dhe gjithë të gjëra të ndaluara, unë nuk dua dhe ne nuk duam të jemi promovues të veseve të këqia, të gjërave të dëmshme të cilat i shohim ka mos në rrethin tonë. Ata para nuk janë për ne, nuk janë për rrogat tona dhe besoj që shumica do të pajtohen që janë edhe gjëra të dëmshme, prandaj i ikim kësaj pjesë dhe nuk lejoj që të kemi reklamat të tilla. Ndërka që pjesa na shkruani dhe pjesa këndit të rive ka ekzistuar që në fillim, sepse kur filluam në 2012 nuk kishte shumë hapësirë, nuk kishte edhe shumë media online, as portale të cilët u jepnin hapësirë zërave shqiptarëve të Maqedonisë, sepse kishim online portale nga Kosova, nga Shqipëria, po jo nga Maqedonia, që u japin hapësirë zërave kritik të vendit tonë që të shprehin atë se çfarë i mundon dhe ku është problemi. Ne normal që liria e shprehjes është e pacënueshme, ne u japim liri dhe i bëjmë thirrje gjithë lexuesve që të shkruajnë, po normal edhe aty ka disa rregulla. Ne nuk marrim përgjegjësi për atë çfarë është thënë, por marrim përgjegjësi nëse ka gjuhë urrejtje, nëse ka thirrje për dhunë, nëse ka normal shkrim i cili nuk shkon nuk përputhet me parimet tona, parimet universale njerëzore, por edhe parimet tona në portal. Prandaj gjithë secili mund të shkruaj dhe kemi ndër vite kemi njerëz që na shkruajnë gati se çdo javë pa pagesë, falas, vetëm se duan të shprehen. Nga ana tjetër i kemi edhe të rinj dhe këndis studentor, të cilët vërtet shprehin interes dhe ankohen, shkruajnë për gjëra që ata mendojnë se janë me rëndësi dhe që janë me rëndësi. Edhe është shumë e bukur që jepni një hapësirë të gjithë zërave të cilët duan që të luftojnë në një farë mënyrë ose të rebelohen ndaj padrejtësive. Elida, sot kur edhe pamjet edhe videot mund të manipulohen përmes inteligjencës artificiale, si mendoni që mund të ruhet edhe besimi tek fjala e shkruar? Po, jemi dëshmitar se vërtet inteligjenca artificiale ka avancuar dhe është bërë gati se pa dallueshme nga pamjet e vërteta. Ja që në luftra të ndryshme kemi video nga mos dhe është detyre gazetare që të verifikoj videon, pamjet, që mos e lejoj që të shpërndaj edhe ai një pamje të tillë. Ka teknika, ka edhe software të ndryshëm që mund të konsultohen për ta parë se nëse vërtet videoja vjen nga një zonë e luftës apo nga dikush që e ka krijuar, ka metoda se si bëhet kjo, po mbi të gjitha është ai mendimi kritik i vetë gazetare që të jetë i aftë të shohë ta bëj punën e tij, të verifikojë në disa burime, në disa vende, të kërkojë ta di pa kontekstin se për çfarë bëhet fjalë, që të mund të raportojë në këtë drejtim. Mbetet pra integritet. AI-ja mund të krijojë gjithçka, po integritet profesional, integritet gazetaresk, mediatik nuk mund të krijojë, prandaj edhe kjo është ajo lufta që ne fitojmë, sepse ne jemi njerëz dhe me punën tonë, thash, me integritet, askush nuk më ta zaventsoj. Deri më tani nuk ka dalë ndonjë AI që mund të zaventsat frymën e njeriut. Njeriut, të cili, thash, integriteti gazetaresk është me rëndësi, kur punon me parime, kjo është mbi gjitha, sepse dallohesh ndër vite, je ai gazetarët që janë kreativ, gazetarët që janë punëtor, gazetarët që vërtet luftojnë për drejtësi dhe duket që puna e tyre që nuk janë, si që tash më herët, nuk bëhen vetë ata protagonistë të lajmit, nuk bëhen ata reklamues të situatës, nuk dalin në teren dhe të shembull të raportojnë për diçka që nuk e dinë, vetëm se ka disa 3 gjëra, ka ndodhur rasti, skandal e tjerë, po pa me e parë se çfarë ka ndodhur në prapavi, pa me konsultuar policin, pa me prit ekspertizën, sepse për shembull një nga gjërat që neve na dallon është se ne nuk
nuk japim shpejtësisë aq rëndësi sa japim kualitetit të informatave të cilën ne e shpërndajmë. Kur ndodh diçka, gjithnjë me gazetarët, me ekipin tim dalemi dhe okej, hajde të shohim se çfarë vërtet po ndodh në këtë sferë, se kush janë burimet, kush janë palat e involvuara, se kush duhet të konsultohet, që mos hyjmë edhe në atë vallën, themi, në atë kaosin mediatik që skandal ndodhi kjo, ndodhi kjo. Tipi skandalose, cilët skandal që kanë 2-3 fjali dhe zakonisht janë gabim. Zakonisht ka ndonjë informatë pasak, sepse shpejtohet dhe ka dëgjuar nga varet se çfarë rasti, nëse është aksident nga dëshmitarët, cilët secili ka versionin e vet, po nuk mund dëshmitarët të jenë baza e lajmit, dëshmitarët janë pjesë e lajmit, patjetër. Po nuk mund të jetë ai thelbi i informatës të jenë tha ky. Prandaj ajo pjesa e verifikimit është një gjë shumë e rëndësishme që ne i kushtojmë. Po prandaj është edhe që ju jeni një ndër portalet më të klikuara, më të ndjekura dhe më të lexuara. Ju jeni prim fillim pjesë e këtij rrugtimi, pjesë e portalbit. Nga fillimi, se kujton fazën fillestare të portalbit? Kam dëgjuar një intervistë tënde më herët, që nga një gazetar nga një televizion i cili ka qenë me shumë renome, me shumë emër të mirë në atë periudhë, dhe një gazetare e cila ka qenë edhe pjesë e gazetës Koha e Re, dhe e fillon një rrugtim totalisht të ri, me përgjithësi shumë të mëdha, edhe shumë e re. Pjesë të rrugtimit tënd, sepse është shumë bare madhe, dhe ja që jeni 14 vite veç më pjesë e është bare madhe, është një lloj vetbesimi i madh që të hyet të krijosh një media, sepse në fillim e din rëndësinë, por nuk e din atë pjesën e menaxhmentit, e pjesës menaxhimit të njerëzve, të burimeve. Nuk është vetëm unë isha mësuar që të raportoj për një temë, 2 për sferën ku punoja. Isha mësuar të raportoj edhe në televizion, po edhe në gazetë, domethënë 2 forma të ndryshme, njëra më e gjatë, njëra më e shkurtë. Edhe këto më ndihmuan që unë të hyj në pjesën digjitale online, sepse ai ke edhe atë pjesën e shkurtër, po e ke edhe pjesën e gjatë, të cilën elaborimin e temës me prapavije, me gjithë ato gjëra që i meriton të ketë një analizë dhe një lajm. Dhe ishte tepër sfiduese, isha edhe tepër e re, edhe ekipin e kishim tepër të ri. Edhe sot e kësaj dite kemi ekip të ri dhe vërtet qarkullojnë njerëz të ri në redaksin tonë, por sot jam si them, ka më shumë zemër edhe më shumë guxim, duket. Guximi me kohë, në periudha ndonjëherë rritet, ndonjëherë vetbesimi ulet, ndonjëherë rritet, varet prej situatave, prej gjërave që ndodhin në vendin tonë. Ndonjëherë mendon që mund të bësh ndryshim më shpejt se sa që vërtet mundesh, dhe je më optimiste, ndonjëherë ndodh ndonjë tragjedi, ndonjë zhvillimet politike, sociale në vend, dhe thua që okej, ne si gazetar, si shoqëri, ndoshta edhe nuk mund ta bëjmë ndryshimin i cili pritet që duam ta bëjmë. Është ajo lart poshtë rrugtimi, vërtet vështirë, sfida të gjithanshme, si me ekipin, si me qasjen e informatave, si në atë sferë që të tregos se gazetaria online atëheri kishte vetëm faqe të cilat ishin zbavitse. Showbize më tepër. Showbize shëndetësore, 2-3 ishin, edhe ato nuk ishin shumë. Të tregos se në këtë sferë ka edhe gazetari serioze, me redaksi, me njerëz, me tamam redaksi të formuar, si që janë edhe media tradicionale, dhe habitesh, keni zyrë, keni gazetar, ju online. Nuk punojmë prej në shtëpi ose prej diku tjetër. Edhe me kohë rritesh i shef të njohin, dhe pastaj thash e bën atë emrin duke punuar
palodhshëm ose më ditë e natë për gjëra që janë gjëra të mëdhaja ka ndodhur gjatë këtyre 14 viteve dhe si që ka nisur se di dhe ndoshta jemi dëshmitare dhe gjërave më të mëdhaja që do të vinë, krizave të ndryshme dhe jemi treguar tash të drejtë të interesuar vetëm në të vërtetën dhe kjo na ka dalluar ndërkohë me vite dhe të lexuesit, po edhe të sfera gazetareske, të kolegët, të gjitha ata që janë të interes, që lexojnë lajme që na njohin. E thamë që je ndërtuar me kohë, edhe pse ke qenë një gazetare e përgatitur, mirë po, a të ndodh që të marrësh ta shfrytosh ndonjë media online tjetër që të shofish edhe ta formosh një mendim kritik edhe për gazetarët tjerë ose për gazetarët në televizion, në shembull, çka e shef që dallon profesionalizmit ose çka duhet mos të bëjmë si gazetar, si po normal ne që po shkollimit edhe eksperjenca e ka patjetër, më thënë nuk është se mëson diçka edhe ndalon aty. Unë çdo ditë mësoj gjëra të reja dhe çdo ditë si teknologji, po si edhe në gazetari, si edhe në redaktim. Çdo përvojë, çdo takim me kontakte, me burime, të jep ndonjë gjë të re, ndoshta nuk e dallon në moment, ndoshta nuk e din se në prapavi je duke u marrë me problemi, po që fiton diçka në ndërkohë se sa punon në drejtim, se ka sfera të ndryshme. Ne duhet bëhemi ekspert ndonjëherë në disa sfera, si në shëndetësi, si në ekologji, si në për çdo temë ne konsultojmë ligjin. Për çdo temë ne shohim si është qeverisja lokale, si është qeverisja qendrore dhe diku mëson çdo ditë se si menaxhohet kjo pjesë, kujt është përgjegjësia dhe jemi ignorant, domethënë çdo herë mendojmë se diçka ka qenë përgjegjësia e tij, po ndodh që nuk është ashtu dhe thyet ajo ignoranca të them në momente të caktuara ajo gjithnjë. Ne ndjekim patjetër që jemi pjesë mediatike dhe patjetër që të lexojmë se çfarë bëjnë kolegët, ne varemi nga kolegët, ne jemi një pjesë me gjithë sferën gazetareske në Maqedoni, nëse një koleg raporton për diçka, patjetër që ne e dim dhe e ndjekim. Dhe duhet ka kritika, ka lavdrime, dhe varet se çfarë shkruhet, si shkruhet dhe se cili në çfarë kushte shpunon dhe çfarë sfidash ka. Sfida më e madhe është mungesa e kuadrit gazetaresk, tjerët dhe mungesa e mendimit kritik, po tjerët bëhet, domethënë ajo që qasja duhet të jetë pak më kritike, duhet të jepet hapësirë vetë gazetarëve nga vetë redaksi që ata të punojnë në tema më të thella. Normal, ti kur je pjesë e informacioneve editore, nuk ke, domethënë ka një vizit, nuk e di unë, ja ishte sekretari NATO, aty nuk ke hapësirë për kritika në atë mënyrë që dhe bësh një moment të shpejt, ke pyetje, por tekstin pastaj kur e shkruan mund ta bësh në disa forma. Njëra është vetëm informative, sepse shumë e rëndësishme të kemi informata se çfarë ndodh, ajo edicioni informativ që i themi, patjetër duhet të ekzistojë dhe duhet të jetë. Po përpos kësaj duhet të ketë edhe edicione tjera, analiza tjera, ekspertizë të tjetër që do ta plotësoj këtë pjesën e parë, sepse përpos rolit informativ që ne kemi edhe rolin edukues, rolin që të japin kontekst diçka, pra edukues mund të them, jo edukues i edukat për fëmijë, po edukues për atë se çfarë do të thotë kjo. Jetojmë një botë dinamike, jetojmë një botë ku ka shumë informata dhe shumë gjëra kalojnë më shpejtësi dhe detyra jonë është që ne t'u sqarojmë opinionin se pse është kjo me rëndësi dhe çfarë do të thotë kjo. Dhe këtu hyn ajo pjesa e ekspertizës e analizave më të gjata që nuk është patjetër gjata, po analizave që duhet bërë nga ekspert që të sqarohet konteksti dhe rëndësia e diçkaje që është përreth ne. Për shembull, është me rëndësi që të dihet se pse duhet votohet, domethënë gjithë
Ajde të bojkotojmë ta se s'ka opcione, nuk e di. Ajo është fakt që mund mos mendosh se ka opcione për të votuar, po e drejta demokratike, demokracia dhe themelet e demokracisë e cilët janë se rëndësia, ajo duhet sqaro dhe është roli jonë që disa të rive t'i mësojmë se çfarë është, të tjerëve t'ua rikujtojmë se pse jetojmë në këtë sistem i cili është siç është tani. Elida je pjesë edhe e Fondacionit Metamorfozis, një fondacion i cili ka ndryshon edhe me punëtori të ndryshme, që flet për reflektimin e të gjithë të rinjve, studentëve të ndryshëm në sferat të ndryshme, ku ju përmes fondacionit jeni të angazhuar edhe në edukim mediatik. Sa e rëndësishme është që sot të rinë të mësojnë edhe të mos besojnë me njëherë informacionit, sepse ju që e dini që jo gjithçka që shkruhet është ashtu si është, po duhet të thellohet, të analizohet. Sa është e rëndësishme që edhe më të rinjtë dhe studentët të informohen për këto punëtori të ndryshme edhe për këtë pjesë? Përpos portalëve i cili është projekti Fondacionit Metamorfozis, ne punojmë në disa projekte të tjera, të cilat thelbin e kanë në shpërndarjen e mendimit kritik, edukimit mediatik dhe luftës kundrejt dezinformatave. Kjo është pjesa e integritetit mediatik, programit të integritetit mediatik ku kena 3 media, pastaj ka edhe 2 programe tjera që kanë të bëjnë me llogaridhënie, transparencë, si dhe me pjesën digjitale dhe të drejtat e njerëzit në digjitale në internet. To janë 2 programe tjera të cilët punojnë kolegët që i kemi në zyrë. Pjesa e mendimit kritik është shumë e rëndësi dhe ne përmes trajnimeve ndër vite në disa projekte të ndryshme tentojmë që një farë mënyrë t'ua japim të rinjve, po edhe pjesës tjetër të popullatëve, po me fokus të ri që të kenë deri farë mënyrë të nisin të mendojnë për atë se çfarë informatash konsumojnë, si konsumojnë ata dhe çfarë filtrash duhet të vendosin deri diku kur ta konsumojnë këtë, kur ta marrin këtë informat. Mendimi kritik është shumë e rëndësishme për shumë gjëra, për një farë zhvillimi të vetë njëherë rrethit ku jetojnë të rit, si një njeri i cili nuk e merr gjithçka që i thuhet si të tillë, po të shtruar që e lexon, që e shef, po i ka ato dyshimet e shëndosha se kush e thot këtë dhe pse e thot këtë dhe ku është dalë, ku është publikuar apo në për çfarë kanali punon, dhe nëse i ka këto pikat kritike të mendimit, atëherë do të kemi një zhvillim të shëndosh të shoqërisë demokratike ku do të diskutohet me argumente dhe me fakte për çështjet që janë me rëndësi në vend dhe nuk do të sillet debati vetëm në në mendime dhe opinione të cilat nuk janë të bazuara siç thash, në argumente dhe fakte dhe nuk çojnë askund në zgjidhje. Kur dikush diskuton dhe shtron një debat i cili është konstruktiv me qëllim që të ketë ndonjë zgjidhje ose të paktën vetëm flitet për atë temë, shumë më ndryshe zhvillohet një shoqëri për dallim prej atyre që shpërndajnë gjysmë të vërteta, shpërndajnë propagandë, shpërndajnë pra çdo lloj informate e cila nuk i shërben zhvillimit dhe krijimit të një mendimi zhvillimit dhe krijimit të një shoqërie e cila operon në mendim kritik, sepse vetëm kështu ka zhvillim. Pra, kur duhet të votojnë të rinjt, duhet të mendojnë se të kërkojnë llogaridhënie. Nuk duhet të hyjnë ato sferat e propagandës e cila kalon pa pjesën e llogaridhënies, sepse çdo parti bën propagandë, kjo është e saktë, po ajo që duhet kërkojnë është çfarë ke bërë ti për mua, kush e ka bërë, si e ka bërë. Kjo është pjesa ku kërkon si harxhohen parat tona, se pse je ti në këtë pozitë, çfarë ke bërë për ne.
pastaj është ajo pjesa e si konsumojnë mediat, si evitojnë të jenë viktim apo të jenë të nxitur nga mediat me titull skandalos, me gjuhë urrejtje, të cilët nesër mund të eskalojnë dhe të ketë edhe dhunë jashtë, domethënë jo online, po jashtë edhe në jetën offline. Pra si të ndalen, të analizojnë se pse ky postim, pse kjo media, ose ndonjë dikush poston, shkruan diçka në këtë drejtim me dhunë me gjuhë urrejtje, dhe kjo është me rëndësi këtu të zhvillojnë atë dyshimin e shëndosh se ka dalë të shohë nëse vërtet ka ndodhur kështu. Kemi ngjarje, nuk e di, nëpër stadione sportive, kemi ngjarje politike, kemi çdo lloj dhune e cila në fillim nga mediat që nuk janë profesionale, po jo vetëm mediat, po edhe njerëz të ndryshëm me interesa të ndryshëm me qëllim provokojnë, inicojnë që diçka të bëhet skandal dhe për fat të keq mund të eskalojë edhe në jetën reale. Pra ka disa aspekte sepse është mendimi kritik me rëndësi që ta kemi të jemi të vetëdijshëm në jetën e përditshme. Është ndihmë ndaj manipulimit informativ dhe këto punëturi i ndihmojnë këto gjëra. Po, qëllimi jonë është që të thash përpos, sepse ka shumë pak në kurrikulën shkollore, ka shumë pak pjesë të edukimit mediatik, që ne me vite vlerësojmë se duhet të shtohet. Deri para disa viteve nuk kisha as pak materiale, tash ka disa vite që i kam vendosur, po nuk janë të mjaftueshme, duket se gjithë jemi në për telefon dhe të rritë non stop rjenë në për telefona dhe bombardohen nga informata të ndryshme, prandaj përpos njohurive digjitale, edukimit digital që duhet se kibernetik është e madhe, po si ta mbrojmë veten, me thënë përpos asaj higjienës që duhet të mbajnë të themi digjitale, të ruajnë pasportet, të ruajnë të dhënat e tyre, sepse ndodh që edhe ka në këtë sferën e dezinformimit, manipulimit me informata, kemi edhe manipulimet të ndryshme me financiare që i dëmtojnë financiarisht njerëzit të ndryshëm që janë pre këtyre mashtruesve, përpos si të ruajnë këto, është edhe pjesa si të konsumojnë, si të mos jenë pre manipulimeve, informatave të pasakta, që të filtrojnë kush është burimi, ku është publikuar, pse e bëjnë këtë, a e kanë media tjera, a ka fakte, kush është autori, kështu me radhë. Sfidat e gazetarisë mbeten të gjithmonë, mbeten të shumta dhe nuk besoj që do të përmbushen me një kohë shumë të shpejt, mirë po gjithmonë mbeten aty këto sfidat të gazetarisë. Elida, pas gjithë këtij angazhimit të cilin e ke, si në redaksi dhe me të rinjt në teren, ku e gjeni sot motivimin më të madh? Motivimi është ajo kur shet se dikush është i kënaqur, na falenderon për atë se kemi kontribuar që të zgjidhim një problem. Dhe kjo është ajo satisfaksioni më i madh që si gazetare, si aktiviste, si luftuesi të drejtave të njerëzit, po edhe në drejtësisë në përgjithësi e kam. Prandaj kur shoh që kemi efekt, ndonjëherë jo aq sa duam, po ka impakte të ndryshme. Unë them edhe kolegëve, nuk është me rëndësi se a e kanë shpërndar shumë, a e kanë bë like, edhe ajo është me rëndësi, po ndonjëherë informata jon, lajmi jon, kritikat të shkojnë në veshin e duhur. Ata që janë përgjegjës, kur e lexojnë, të shohin ose të bëjnë ndonjë ndryshim, ose të bëjnë ndonjë hap kundrejt zgjidhjes së problemit, kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe kemi raste të tilla shumë që e kanë parë autoritetet ose lokale ose qendrore, kanë reaguar, kanë përmirësuar diçka dhe kjo na jep atë motivin që të shkojmë përpara për të vazhduar me mënyrën se si funksionojmë. Elida, është shumë kënaqësi që po të dëgjoj, se si po flet, po ma lënë përshtypjen e një ligjëruese shumë të butë, shumë të ëmbël,
ashtu si që ndjej edhe kënaqësi kur e lexoj portalin tuaj, sinqerisht ndjej një kënaqësi shumë të madhe. Mirë po, çdo bisede duhet t'i vi fundi dhe unë para përmbylljes desha që ta rumbullaksoj me këtë pyetje që cilat janë ato rrugtimi i ardhshëm, si i portalit, si i Fondacionit Metamorfozis. Çka jeni? Po, gazetaria, faleminderit njëherë për fjalët e mira, të uroj edhe ty punë të mbar. Gjithë një këtu në televizion të ju ndjem si në shtëpi, sepse vërtet i vlerësoni, keni shpërndani vlera. Gazetaria është ajo që është, me thënë thelbi i portalëve gjithë një ka qenë të kemi prodhime gazetareske. Mënyra tash se si do ta bëjmë atë, ndronë. Më para nuk ishte shumë video, pastaj ka video, pastaj ka podcaste, ka mënyra të ndryshme se si do ta shpërndajmë produktin ton, po gjithsesi se mbetet në që të kemi gazetari konstruktive, që të kemi gazetari profesionale dhe tema të cilët janë në interes publik dhe të patjetërsueshme që ne duhet t'i ndjekim. Si fondacion, vërtet, përpos projekteve vendore, ne kemi edhe kemi bashkëpunim përpos rajonit, në Ballkan, me Evropën, po edhe me Azinë. Kemi disa projekte të cilat i udhëheqim në nivel botëror dhe janë sfiduese, po ideja është që ajo edukimi civik, angazhimi i qytetar digital të shpërndahet edhe në vendet ku janë të ngjashme si Maqedonia apo edhe më keq, që ne mund t'u ligjërojmë dhe t'i mësojmë ata se si të zhvillohen më tej, ka vende të ndryshme tash si në Azi, si dhe në Afrikë dhe në Evropë, ku ne bashkëpunojmë me partnerë të jashtëm dhe normal që sfida e ardhshme është inteligjenca artificiale, digitalizimi, po llogaridhënia dhe pjesa të cilën si gazetaria në portal, po në Metamorfozë, si transparenca, llogaridhënia të drejtat e njerëzit janë gjëra kyçe që ku puna jon, rreth të cilës puna jon fokusohet. Elida, të falenderoj shumë. Me shumë kënaqësi do të kishim, sepse gjatë bisedës po të lind një tjetër pyetje. Gjithnjë, po. Kështu që shumë të falenderoj që gjete kohë dhe mundësi që t'jesh pjesë e emisionit Glamour dhe shpresoj që të takohemi të flasim edhe për gjëra tjera të bukura. Faleminderit edhe juve për ftesën, ju uroj punë të mbar. Faleminderit. E pra miq dhe shikues të emisionit Glamour, neve do na ndaj vetëm sigla për të lidhur edhe me kronikën tonë, sigurisht kronika e filmit të vjetër shqiptar. Dhe rikthehemi sërish në studio për të përshëndetur. Faleminderit. Të nderuar, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, sigurisht që do të ritakohemi edhe të dielën e ardhshme. E deri atëherë, mirëmbëjtje.